Përshëndetje të nderuar miqtë e mi. Sot pranë jush do të vi me një rrëfim dhe një histori shumë të tmerrshme. Një dhimbje që i ka ndodhur një nënës shqiptare. Fatkeqësisht ka njerëz të cilët nuk e pranojnë dot vdekjen e të afërmve të tyre dhe sidomos kur vjen tek fëmia. Një dhimbje, një plagë që të djegën shpirtin. Dhe pikërisht historia sot është e shkruar për një ëndër, për një nënë e cila humbi fëmijën e saj duke vajtuar ajo pa një ëndër, apo më konkretisht e pa varin e të birit të saj brenda. Si starton kjo histori? Dëgjoheni në detaje. Jam një nënë nga Shqipëria, një nënë që sot jeton vetëm me kujtimet. Nuk e di as nga t'ja nis,